emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma kudo që na ndesni të nderuar shikues, po vijojmë serin me emisioneve televizive kushtuar mjedisit ton ardhnor në pikpamje historike, si ishte, si lindi, si u ruajt, nëse u ruajt mjaftueshëm dhe u konservua e gjithë struktura e traditës, e gjuhës, e besimeve, si ndikuan gjithë këto situata ndërshekuj në habitatin, po them, ardhnor, në Gadishullin Ilirik, ose, si që thonë Ballkanik pun, po i them Ilirik. Kam të ftuar emision pas emisioni profesor të fushave të veçanta që janë marrë me studime të fokusuara për të kontribuar që të zbardhet, që të lënë gjurmë në esencë në gjithë historinë nga dimensionet, nga pikpamjet e ndryshme mbi mjedisin ardhnor, përballjen me fqit sundus, përballjen me situatat nga më të ndryshme që janë përballur, ilirët, ardhnorët e djeshëm, e sotëm shqiptar. Është edhe në televizionin Arbria, prezantoj profesor Arben Arifin, historian, i angazhuar natyrisht në institutin tash në fakultet të historisë. Të falenderoj profesor Arifi për prezencën dhe kontributin në këtë emision. Faleminderit, ishte kënaqësi. Fusha juaj është arkeologjia e antikës vonë dhe mesjetës hershme, historia antikës dhe mesjetës, trashëgimi kulturore e tjerë. Këto ditë ne po rrëpatemi sistematikisht me debate, ndoshta koti në sytë një profesionisti, se si t'i bëjmë institucionet thjesht një ngarendje ordinere e pushteti. Kjo ngarendje ordinere e pushteti, po them, kishte rënit edhe në atë kohë? Tamam e ka për një ndër ato hallka zinxhirore që janë më diskutabile, edhe që si pasojë kanë reflektuar në sotshmën. Në kohët nga mesjetët. Nëse ndalim neve prej lirëve 77 fise që numërohen, që janë të njohur, na ka edhe më shumë tjera, për shkak se ka një fise tjera, të cilat nuk kanë mrimë studiu për shkak të vakumit dokumentar, kanë bërë luftë njëri me tjetrin. Edhe unë kam thonë ky sindrom përcjell vazhdimisht edhe sot e kësaj dite. Bile madje në Kosovë vogël këndaj regionale, diçka që është papranueshme për një popull me një civilizim të lashtë si e kanë posë ilirët. Se ilirët pej epokës kur fillojnë me identifiku popujt e parë, atëherë popujt e lashtë, me dyndjet europiane dhe pas tyne, ilirët janë popujt e parë të pelazike që diskutohet. Pelazgët janë popujt e pellgasit detit për shkak të Gadishullit, reliefi gjeografik, edhe une e thamë se pjesë më të madhe të Gadishullit ka mbulu Iliria, edhe jam i thaj asaj edhe e quaj edhe në gjitha shkrimet e mia Gadishulli Ilirik, për shkak se Ilirikumi si provincë në kuadër të Perandërisë Sërmake, pas pushtimit të saj, është një ndër provincat më të mëdha. Edhe më të rëndësishme për edhe që u pushtu mas voni. Do të thonë janë 2-3 komponentë të cilat neve na bojnë më kurreshtar, edhe na bojnë më të interesuar për më morë me atë histori për shkak se ne jemi pasues tyne, edhe këtu i kemi prap 2 komponentë tjera që janë shumë të rëndësishme, aspekti kulturës materiale edhe aspekti gjuhësor, që të dyjat përkon me gjuhën shqipe, edhe pse ilirishtja është e varfër me fondin e fjalëve, se në grupin e gjuhën ndërpjane është një trunk i veçantë i ilirishtes, e cila nuk ka ngjashmëri me asnjë gjuhë tjetër, mirë po prap shërben si qelës për me bë deshifrimin e shkrimeve të vjetra, për shkak se shkrimi i Belinar, fal Champollionit te Guri Rozetës është deshifruar, po shkrimi i Belinar ende është pa deshifruar. Te Etruskët sidomos, ku është kultura histrione, sidomos me kulturën e situlave, të artë situlave, që ka tepërtuar te Venetë, tutje, edhe te Etruskët poshtë në përgjithësinë Itali, aty merren si qelës fjalët e gjuhës shqipe, përkatësisht të arbresht, cilët e kanë rujt më mirë atë mozaikun e gjuhës, fondin e fjalëve dhe të tjera, edhe unë shpesh e tham, nëse dikush është emblem
e kontinuitetit Ilir Arbër shqiptar tash janë arbresht, të cilët mbi 6 shekuj kanë mbrimë bjetu me rujt dokën, kulturën, gjuhën, traditat, çdo gjë tjetër. Ke qenë në Sicili dhe Kalabri? Po, në kartundet e kam tyre? Kam qenë vetëm se ajo ne përmallohem shumë, ne kam pas mik shumë të mirë, Antonio Belushin. Antonio Belushi ndroi jetë. Dhe fatkeqësisht kontributori jashtëzakonshëm. Më lejo veç ta them asnjë mbledhje komemorative nuk u bopi as institutit ton, një njeri që i ka dikon 60-70 faqe vetëm njësi bibliografike që i ka shkruar. E ka kontribut një jetë tonë. Lajm pikëllues. Edhe një mbledhje komemorative nuk u bopi në institucionet tona. Kjo është mediat e kanë ndëruar. Mediat pe përjashtoj, po foli për institutet të cilat e kanë. Institutin e njerëz të shkencës jo. Absolut. Pse nuk e bën profesor për ta respektuar me që jemi të kjo? Një figurë të tillë që kjo është sindromi i ka kushtuar kësaj. Kjo është sindromi që është përhap, është bartë, po thamë trashëgu që nga ato antagonizmat që i kanë pas vetë fisë Ilire, për shkak se secili është mbret, ne kemi dëshmuar në luftën e fundit, më shumë kanë dalë komandantat së ushtar. Me thonë, ky mentalitet duhet mos rrënjos një herë për gjithmonë. Figurat që kanë dhënë kontribut çmueshëm duhet të jenë të ngritur në piedestal, se ato e mbrojnë identitetin tonë. Edhe janë të njohur botërisht. Profesor, para se të vinte perandoria romake këtu, gjithë ky habitat gjeografik i populluar me Ilir, sepse slavët erdhën në shekullin e 7 sipas dokumentacioneve. Unë nuk e pranoj ato, slavët kanë ardhur më vonë. Slavët kanë ardhur më, do të flasim për to. Gjithë ky habitat i relieve gjeografik, a kishte të etabluar një lloj civilizimi para se të vinin romakët e Bizantit? Po. Çfarë lloj civilizimi kishte? Unë vetëm po them se federatët e fisëve Ilire, ata kanë qenë mas pari fisë të organizume. Te Iliri për prediktit të Shqipëria sërshme, ku ka ma shumë bazë dokumentare dhe bazë të epigrafisë, që e thojnë është botnisht e pame që ajo është për cilë në vazhdimësi të neve. Edhe fisi Dardanëve, neve, territori Dardanisë sot, është një fisët më të organizume, edhe këta e pohën vetëm një element i cili është i pakontestueshëm, po menej kontinuiteti dinastik i mbretërve, pe i Monunit, Llogarit, Batos, këta pe shepkatët 2, kanë qenë ata edhe të dyndjet kelte, kur përmendën dyndjet kelte këtu, ata i kanë rezistu. Me thonë, edhe një ndër tjerat që unë kam tërheqë një paralizëm këtu, pse nuk jemi asimilu si fisë tjera, është pikrisht kjo mbretëria dinastike, e cila në një formë është ngulit në ndërgjegjen tonë, edhe është bartë ndër breza. Edhe neve kemi ditë me rezistu shumë ma shumë se sa fisë tjera Ilire, edhe kjo është një ndër arsyet une që e tham, edhe jam mënu me provu këtë edhe me fakte shkencore, që neve e kemi bon për me mbajt gjallë zjarrin e identitetit tonë për mos me humbë. Kjo provohet edhe për disa elementeve gjatë periudhës romake, për shembull, qoftë edhe të mbishkrimet atje shkruhen me gabime në për monumente epigrafike, nuk din me shkruaj latinisht. Në anën tjetër, kush sot? Dardanët. Dardanët, po. Sot mujmi pa në për monumente epigrafike ku ka gabime shumë, për shkak se s'kan ditë me shkruaj latinishtën. Nuk kanë qenë populli romanizuar si këta tjerë, se po të ishin romanizuar se kishin ruajtur gjuhën, kulturën edhe identitetin, kishin ndodhur si me këta tjerë. Në ndë e ke një fakt shumë mirë që vjen për aspekti ushtarak atje, asnjëherë këta komandante garnizoneve të ushtrisë njësiteve romake ordosh patjetër me fol gjuhën vendore, faktikisht gjuhën ilire dardane, për shumë me komuniku me ushtarët e vet, të cilët nuk e kanë njohur latinishtën. Edhe këtu nuk mund slitet për një romanizim. Ka disa tentativa edhe shumë studios që e pohojnë se Dardanet janë romanizu. Atëherë kush jemi na sot, nëse kanë romanizu Dardanet? Gjua shqipe është gjua më vjetër indo-evropiane. Unë këtu po e tham këtë kontekst, neve kemi shumë sprasti. Mu ma përmend edhe një sen, sllavet erën në shekullin e 7, unë e tham, slavet ta kemi parasysh një sen. Është një studios francez i shekullit 17-18 atje, Jean-Baril Davron, i cili thot, les Slaves, ils ont pas laissé aucune trace de civilisation de la vie urbaine. Slavet nuk kanë lënë asnjë shenjë të civilizimit dhe të jetës urbane qytetare. Për shkak se na dihet, qoftë për arkitekturës, qoftë për etnokulturës tyne, kur gjë nuk kanë të vetën. Madje edhe gjatë mesjetës kur vinë, Rashka, shkolla e Rashkës e ndërtimit e kishave është bizantine, nuk është aty në kur gjë asnjë element. Edhe çdo gjë
kanë marrë, kanë përvetësuar dhe vonë, deri te falsifikimi i dokumenteve, ndoshta për këtë keni edhe specialistë tjerë në Kosovë që vjen flet, sidomos për falsifikimin e kësaj bule, të cilët janë reprodukuar në shekullin 19-20 në fillim para kur ka filluar këto planet çarosën dhe shqiptarëve, në mënyrë automatike i kanë aktivizuar edhe sektor të tjerë me e shërnjos historinë tonë, kontinuitetin e historisë për me mujt me ndërtuar çet narracion të cilën e kanë sot. Këto ditë u hap edhe u bë me rastin e ditës së Shajt të Pashkëve, u inaugurua profesor edhe Kisha Ortodokse Shqiptare në Prishtinë. U konsiderua një moment i rëndësishëm. Nga konteksti i periudhës së mesjetës, po ta them kështu, kur ishim prezent edhe Bizanti këtu, para në gjithë këtë territor. Ishin shqiptar, ishin arabnorët, ilirët aq të konsoliduar në pikpamje kulturore sa ta dinin edhe besimin e çdo gjë tjetër. Po, në aspektin kulturor kanë qenë shumë të konsoliduar. Mirë, po defekti dëshmohet kjo. Po, dëshmohet. Defekti tjetër ka qenë prapë edhe te principata shqiptare, të cilat gjithmonë kanë qenë luftën me tjetrën. Ashtu ka qenë edhe Italia, ashtu ka qenë edhe koha mes jetës, se nuk kanë pasur ndushmëri. Mbretëria fort ka mujt mi i riorganizuar dhe mi fut në kuadër të vet edhe ata për mi pagu mbretit. Po këto fatkeqësisht në këtë kohë, duke shfrytzuar vakumin e madh të perandisë bizantine, përfitojnë mas pari bullgarët, edhe ata vinë në shekullin 9 e pushtojnë në Shqipërinë. Po. Ajo për mua është pushtimi i parë slav, për shkak se ekspeditat plaskisë të slavëve, të cilat fillojnë në shekullin 6 atje. Slavët kanë qenë në shërbim të avarëve, avarët rrocë kalersiake, kurse slavët kanë qenë këmësori. Punët më të pjesa pastrimit të terrenit, çdo gjë kanë bërë ata. Edhe tash ata nuk kanë pas identitet kulturor, edhe shkrimi i tyre madje, shkrimi Çirilik gjendet në shekullin 9 aty në Shanqiri dhe Metodi në Ohri, epicentër e kulturës arbrore. Para mendoni, as shkrim nuk kanë pas. Tash këta vinë, Kryeqendra ka qenë në Ohri. Kryeqendra. Tash kur vinë këtu, është një problem tjetër. Unë e shoh këto që dyndjet slave me ekspedita plaskicë se i kanë ardhur në shekullin 5 te krijimi i sklavinive, sklavini quhen territoret e banume me slav. Asnjëherë, as kronik Monevasias, as kronikën e Gjonit Efesit, as mrekullitë të Shën Dimitrit, asnjëherë nuk përmendën sklavini të krijuar në territorin e Dardanisë. Plaskitje, po, shkatërrime, po qyteteve, zhvendosje popullatës nga qytetet në zonat e thella për arsye të mbrojtjes, po, se ekspeditat plaskicë të sulm përbara kanë qenë të shpeshta edhe të jashtëzakonshme. Edhe këtu sklavinit derisa perandori Herakliti i bart ata në shekullin në fund shekullit 6, në shekullin 7 bartën komplet, bartën të Zafllumi atje, që e kryen atë qendrën, edhe gotit të Danubit andej. Edhe këtu është një fat në fatkeqësi se këtu vinë bullgarët në shekullin 9. Edhe rasti i parë i pranimit të krishtërimit nga një princ, nga një mbret slav, ka qenë Borisi në vitin 868, mund qendër Beratit mes të Shqipërisë që është pranuar krishtërimi. Shumë studiosë edhe serb tjetër si popovicit e tjerë e kanë pranuar se krishtërimin ja kanë dhënë Dardanet slaveve. Si? Krishtërimin slavët e kanë marrë nga Dardanet, nga neve. Po. Për serbët e kanë fjalën. Dhe si dokumentohet kjo? Po se pranojnë për shkak se neve të Justiniani i Madh, i cili ka dërtuar 2 qendra, Justiniana Prime dhe Sekundën, bile ky gjetja e madhe kjo që është me dedikim të Justinionit Madh Teodorës, ja ka dediku bazilikës të madhe në Ulpian, tregon për kushtimin e tij pse ai ka qenë Dardan. Bile thotë te Prokopi atje te De Edificis 4/4 ato mbi ndërtimet që është vepra monumentale e tij, përmend që ky ndërtoi më shumë se kudo tjetër edhe rindërtoi kështjella për me fortifiku edhe me mbrojt për shkak se ishte vendi i tij lindjes, son pe natal, pe burimit frëngjisht, e kam thënë është vendi i tij lindjes. Tash në këtë kohë konsolidohet edhe një herë elementi arbror, unë i quaj arbror, për shekullit 6 ne i kemi mësiet arbror, në atë janë arbror, i lirë arbror shqiptar. Edhe arbrorët organizohen shumë. Sulmi bullgar, edhe pushtimi bullgar, për Borisit i Samuili të tjerë, sa është për shekullit 9
deri në shekullin 10-11. Edhe parë tha Shqipëria nga Bullgaria në shekullin 9 është Absolut. Asnjëherë përpara. As për Kosovë nuk flitet, as për vendosjet të slavëve në Dardani nuk flitet asnjëherë. Këta vinë për shekullin 11. Masi do psohet shteti bullgar. Tek shekullin 11. Tek shekullin 11, sipas meje se unë kam gjatë hulumtimit tim që e kam bë, asnjëherë nuk e. Neve kemi depozitimin e kulturës materiale, shtresa kulturë materiale nëse i shohim. Po aty ka hiatus. Hiatus quhet një mungesë e prezencës së kulturës materiale të atij populli. Edhe tash ekspeditat nuk kanë zgjat 5 vite, 10 vite, po 50 vite, që nuk kanë jetë me aeroplana këne, me artillerie, me këto, edhe 50 vite. Ata kanë depozitu kulturë materiale. Po në kontinuitet, duke i pa gjitha shtresat, pa ndërprej, asnjëherë nuk kemi prezencë të kulturës materiale slave. Këto e kanë provuar të kultura Vermicës, atje ato përderisa në Meshkeri, mbasi bën analizat antropologjike, thotë se asgjë slave nuk ka këtu, në Meshkeri helmohet dhe vritet. Një studius hungarez shumë i njohur, edhe atëherë merren analizat antropologjike nga Zhiv Komikic, një antropolog tjetër i cili mundohet me i profesor, por nuk ka mujt asnjëherë. Kështu që unë nuk shoh prezencë, as shkenca arkeologjisë nuk jep prezencë të vazhdueshme të elementit slav para shekullit 19 kur vendoset. Mbasi bie perandëria bullgare. Mbretëria bullgare, se nuk është perandëri. Se gjitha këto duhet me kuptu, më falni, e ngatrova, duhet me kuptu një gjë. Këto territorë krejt janë në kuadrat e perandërisë bizantine, se perandëria bizantine ka qenë perandëri. Këto e kanë shfrytzuar vakum në dobësinë për me ngrit pas ikjes së perandërisë romake. Absolut. Asnjë gjë tjetër nuk ka as më pak as më shumë. Te organizimi temave kur bëhet në shekullin 8, Dethematipus është vepra kryesore që i shpjegon shumë mirë këto thema të Durrësit, Nikopojës se këto tjera. Atëherë është bën një organizim në thema për shumë të administruar më mirë. Thema po. Edhe asgjë tjetër këtu nuk ka më shumë. Prezencë slave para shekullit 19, unë muj edhe me provu me fakte që këtu nuk kemi pas asnjëherë. Nga shekulli 19, për shkak se janë dy elemente këtu. Në shekullin 1554 është ortodoksia që ndohet përpara. Tash këtu Stefan Nemanja është i pagzuar si i krishterë katolik, se s'ka pas ortodoksi, nuk mund është i ndryshëm me quajt ato. Për shkak se ndryshojnë rritet, tash nuk është problemi. Këtu te rritet, po te ndarja skizmatike e parë që është bë në vitin 1554. E këtu fillojnë mu ngrit që to formacionet, nuk i quaj shtetën, ka ish formacion shtetëror. As shteti i Arbit nuk mund të thonë që është shtet, është formacion shtetëror. I ka formacion. As mbretëria serbe nuk është mbretëri, është formacion. Kur gjë më shumë. Për shkak se këtu ka qenë perandëria bizantine, se nuk mund të thonë bona shtetën në brenda shtetit, që nuk ka logjik asnjëherë. E këtë historiografia deri më sot është e rreshme, pikërisht është e rreshme ajo. E tash pse këtu polemizohet shumë? Pse një e vërtet e madhe historike që është. E përmendëm më herët elementin ortodoks, që është shumë i rëndësishëm, e po vipi i kthejna pyetjes me u përgjigj për problemin e ortodoksisë në Kosovë. Sipas dokumenteve të kësaj bulave, profesor, domethënë trashëgimia e ortodoksizmit tek shqiptarët është cimentuar, e vërtetuar. Në shumë vende tashmë, po flasim për situatën e tashme në rajonin e Maltëzi, në Maqedoni, ka shumë prej tyre që tazëm janë shqiptarët besimit ortodoks, por me qenë se ortodoksizmi në syt e tanë aktualisht, mbase është lidh me agitacionin e kishës autocefale ortodokse serbe, kanë hezitu ta pranojnë si të tillë, ose... Jo, unë po nisa për bazë dokumentare. Nëse nalim me po të manastiri Deçanit, ose manastiri Patrikona Pes, ose me po Greçanicë, ose me po Levishën, apo Shën e Premtë, se Shën e Premtë është. Shën e Premtë është e çudi, për shkak se aty vetëm kishë i kushtohet ditës, jo shenjtit. E keni parasysh ditë e premte. Levishka këta kanë e mojt, ose Bogorodica, këne edhe ne kur është shëndru, vish pak vite në xhami, o gjyma xhami, e premte, që lidhet me të premten. Do të thonë veç jam i përndosht kur gjë tjetër. I njëjtë jam. Shko ashtu problemi i madh. Te dokumentet e kësaj bulave, si të monastirit Deçanit dhe këtë ekip për shkak Radovoni Birigjonit. Apo Mihajlo Birigjinit, apo një emën tjetër, baba është katolik, djali është ortodoks me emën. Me thonë, na, këtu është një vakum i madh i bazës dokumentare, për shkak se neve nuk ishim gjuhë shqipe të shkruar, për shkak se si sot përdoret anglishtja më shumë se gjuhë tjera, ka qenë gjuhë e kohës, gjuhë e komunikimit, edhe atëherë
këtu kanë mungu shkrimet. Serbët e kanë përdor jashtëzakonisht lidhjen me këtë manevrimin e këtyre dokumenteve, se s'ka pas dokumenta tjetër opozit aty që kanë qenë. Ndihmuan rusët, perandoria e rusë? E tash të ndihma e rusëve, këtu është, unë e tham deri në shekullin e 14, këta në mënyrë pasive kanë pas lidhje, po jo aq shumë për shkak se e ki pas fuqishme shtetin bullgar aty, edhe ka qenë po që fuqishëm sa Rusia në atë kohë. Po me shekullin e 14, fillim shekullit 15 atje, me Ivan the Grozny, Ivan the Terrible, aty ndryshon komplet rrethonat historike, Rusia bëhet superfuqi. Që nga ajo kohë, asnjëherë ajo ka fituar edhe ndaj Perandorisë Osmane në atë kohë. Edhe qendra aty në baza aty në ka qenë në Kiev. Nëse ndalem me po historinë e Kievit, kisha pa ortodokse bëhet në Kiev. Edhe këta që ta libin historik me njëjtin formulë që është luajnë këta Kosovë djepi serbizmit serb, është huazu thjesht për rusëve, të cilët e kanë ndërtu këtë platformë qysh herët, për shkak se kjo është vendi jonë, e Ukraina pretendojnë që është vendi i civilizimit tyre ku e kanë krijuar mbretërinë e parë dhe kishën e tyre ortodokse së parë. Madje nëse e bëjmë një digresion, aq të ashpër janë kur e njofti Bartolomeo, i pari i kishës ortodokse botnore me selin në Konstantinopolis, në Stamboll, Putini dënë me vdekje. Po e tërheqi atëherë vendimin, e revidoi ato. Tash, çka po e tham? Është paradoksale kur nale me mendu që në një kohë ku komplet çdo gjë që ka pasur në kontroll Perandoria Osmane, vije edhe vendoset selia e kishës ortodokse në qendër. Thot, ti qillën unë në tokën, unë e bëj kneti luto. Edhe ndajnë pazarin në formë për shkak se në mesjet këta bëhen, vasal të Perandorisë Osmane, gjithçka përfundon me atë. I thurin lavdë dhe mitë e vitit 1389 betejës parë të Kosovës, që për mua është fiktive për shkak se as nuk ka dokument, as kronik të luftës drejt për drejt që është shkruar as kurrë tjetër, ku nuk përmendet 1448 betejë e dytë e Kosovës, e cila ka dëshmi, edhe fakti më pse nuk përmendet shumë kjo betejë e dytë profesor? Faktikisht unë kam qenë një në ata që e kam shtyr me bashkë me profesor Zymerin, e kemi mbajt në një konferencë për betejën e Kosovës, edhe janë trajtuar këto, bile 2018 bashkë i patëm ftu në mënyrë individuale thjesht i kanë ftu dikon 6 të Akademisë Shkencave të Hungarisë, cilët kanë ardhur me kumtesa edhe për shkëndijën për betejën e dytë të Kosovës, edhe ishin vetëm studiosë të huaj. Edhe unë po duam të përdor tash këtë medium se institutet tona nuk mrrin me bë një konferencë ndërkombëtare dinjitoze për Skënderbeun që tipet një herë në jetë ndoshta mundësia për vitin 1968. Tash e ka ditëlindjen me 6 maj. Tash ditëlindja me 6 maj, kujtoj që ndoshta janë kthjell nëse nuk i bojnë institucionet, i bën individi, se gjithherë kanë dalë individ që kanë marrë barrën përsipër edhe të kobi shpesh gjatë historisë. Po jas bëj prapë te këto që më thotë te ortodoksia. Po, te ortodoksia. E kam gjithë ky habitat gjeografik ka qenë në sundimin e Perandorisë Bizantit, po flas pas ikjes së Perandorisë Romake. Pikërisht. Dhe 448 apo 476 në atë periudhë e tutje. Si në kohën e Perandorisë Romake, si në periudhën e Bizantit që qeverisi shumë më shumë Bizanti, në Harkoa kështu nëse e marrim. Profesor, sa është rujt identiteti i trashëgimisë ardhnore të shqiptarët, pavarësisht që kanë sundu këto dy perandori? Po, keni të drejtë. Nëse folim neve për qendra urbane, qendrat urbane normal kanë qenë të shkatërruar prej shekullit 7 kur kanë filluar mu shkatërru, edhe asnjëherë nuk kanë mujt mu rekuperu, sidomos në detyruar në Dadanis kënej. Nishi kanë mbetë si qendër, Shkupi kanë mbetë kënej, edhe ato ju dini shumë mirë se janë rindërtu shpesh herë, janë shkatërru shpesh herë. Edhe pjesa tjetër identitare, sa i përket etnokulturës, sa i përket trashëgimisë, është rujt në total. Edhe çdo gjë është preservu në mënyrë origjinale çush ka qenë në mesjet, e është përcjellë ndërbrezat deri më sot. Ne e dimë edhe pjesa e riteve, dokeve, traditave, ju me siguri keni me thirrë specialistë tjerë që keni edhe ai komi zbërthy shumë mirë, shumë e rëndësishme. Specialist fushës shumë e rëndësishme, po unë e them që këtu tash është një
prap një pengesë tjetër. Nëse flasim për arkitekturën, Manastiri i Deçanit thjesht ka arkitekturë romano-gotike. Sipas ka një bazë tonë dokumentare, e cila e dokumenton që unë vetë kur e kam studiu pak më thellë, jam nali kam pa elementin romano-gotik që nuk është as një kishë ortodokse me marrë pejktujtë, me shku në Bullgari, në Greqi, me dalë në Moldavi, me dalë në Bielorusi, me shku deri në Rusi, atje nuk ki arkitekturë ortodokse me stil romano-gotik. Pse e ka përjashtu logjika e shkollës bizantine stilin romano-gotik. Edhe shkolla serbe që e thojnë arkitekturës, kur gjos ka bo, i ka marrë veç ato elemente, edhe kjo i ka ikë. Pse i ka ikë shtruhet pyetja? Për shkak se këtu është një marrëveshje mes papatit edhe mbretërisë serbe, pe quaj mbretërisë apo atij formacionit që pe quajnë si formacion, për shkak se papati ka qenë interesuar për me kriju një pararoj, edhe pse këta kanë qenë ortodoks, gjithmonë në ndërdhjen e tij ka qenë se këta prap duhet mu kthy nga papati, me kriju një pararoj. Edhe këtu ki ka thonë kushtimisht se kam edhe një bazë dokumentare atje thot një Pero Slipçević, një glasikskop muzeja 1936, i thot në Manid financuan ndërtimin e kisha dhe manastirave. E jo vetëm këtu në Dardani, po edhe në Greqi, në Turqi dhe gjithandej për me ngrit namin edhe autoritetin e kësaj. Kjo ka qenë marrëveshja. Tash këtu e kemi dy baza dokumentare të Manastirit të Deçanit. Është Kuvendi Franciskanëve, Malzi. Dioceza Kotor. Po, Kjo paramendo e ka pas ingerencat në ndërtimin e çdo kishte që është ndërtuar këtu. Kjo është bën me pëlqimin e tyre. Madje, si shembull, Fra Vitakuqi, franciskan me 18 gurskalis, ka ardha ka përfundu pej fillimit deri në fund arkitekturën e Manastirit të Deçanit, e cila është e veçantë romano-gotike, edhe aty ajo është rujt, nuk po e përjashtoj edhe manastirin e Patrikones 5, se gjithë i kanë rujt vojvod. Pse i kanë rujt? Pse kanë qenë tonat? Pse? Një pjesë tregohet sipas dokumentat ka bërë ortodoks me zër, po kishën se kemi lëshu. E deri vonë na dim deri vitet 60 i kemë vojvod të rojtarë që i kanë rujt kishat, pse ka qenë kisha aty ne. Nuk u folën për bazë dokumentare tjetër, me fotografi të shumta, çfarë kanë qenë. Tash i kemi ne edhe në Deçan kujtesën e gjallë. Vetë në përfshatra gjithë thotë kemi qenë ortodoks. Tash ky element i ortodoks që e përmendëm, te kjo kishë. Realisht duka qini, profesor, nëse marrim në pikpamje kulturore në bazë të disa... Ka dominu elementi katolik. Është e vërtet. Rrafshi i Kosovës ka qenë prezenca më e shumë për shkak ka qenë më afër Rashës, kënej. Edhe shumë e vërtet ka qenë. Po mirë, po këtu që ka qenë monument i veçantë, ende dhe sot e kësaj dite, neve në Kosovë nuk kemi një monument që është për nga vlera më i pranueshëm botë se sa Manastiri i Deçanit. Pse duhet na me qujt atë kishë ortodokse serbe? Sot e kësaj dite kemi këtë problemin e madh quhet kishë ortodokse serbe. Nuk e di trashëgimi kulturore ardhnore, realisht trashëgimi kulturore Jonia. E Jonia është pikërisht e Jonia. E Jonia. E këtu duhet me përmend tash një krizë të madhe që e keni më dhënë përgjigje për këtë. Procesi i Vjenës, kompromisi aty. Kontributi mbase jo shumë aktiv i delegacionit aty që mos e lënë të quhet kisha ortodokse serbe, po kisha ortodokse e Kosovës, serbe e Kosovës, e tjera, ose të mos i jepet mundësia për ekstra territorialitet, po. Dhe nuk e di, kjo mendoni se i ka bërë trashëgimisë kulturore. Po pikërisht që to lëshime na ka kushtuar se në pako të Ahtisarit nuk quhet kishë ortodokse serbe si institucion, po si monument. Sakt. E tash nëse është si monument, këtu është dallimi shumë i madh mes monumentit edhe institucionit. Këtu tash, në pako të Ahtisarit nuk përmendet. Në ligjin për zonat veçanta, këta kanë hongër karremin, edhe këtu quhet ligji për zona të veçanta të mbrojtura trashëgimi kulturore serbe. Vetëm një shembull me ta dhënë për me bë këtë ndërlidhjen vargun zinxhiror të kësaj ngjarjeje. Po folmi kush e sulmoi atakoi më shumë deformimi kulturor. Po pikërisht. Trashëgimi kulturor në esencë. Kisha ortodokse serbe. Mas pari
na jemi një shtet tjetër. E kem pas rezolutën 1244. Atëherë kem ardhur ke fitu pavarësinë. Edhe mas pavarësisë ende ndodhin këtu. Për si vjet dita me bë ligjin në kundërshtim pa konstatisajt me cilën vendos shtetësia jon, s'kam besu. Edhe kjo është kundërshtim me ligjin kundërshtim. Po pikërisht, po këtu është problemi. E këtash përgjithësi kanë ata që e kanë bë. Që kanë bë kësi lëshime. E këto lëshime neve ja kemi mundsu atyne për mi fitu që to privilegje tjera. Ka konsekuenca historike. Ka jashtëzakonisht shumë. Tash pse po e them këtë? Manasi i Deçanit, Manasi i Pes, i Gasanicës edhe këto. Pra mendo propozimi është bë në vitin 2006 pe Serbisë, se Serbia Unioni Molizi ka pas sanksione ende, nuk ka qenë pjesë e UNESCO-s. Serbia ka propozu për më fut në UNESCO monumentet e shtetit tjetër, pa qenë vetë në UNESCO. Do me thonë, vetë UNESCO është kjellë disa herë ligje aty. Para mendo, pranohet në UNESCO ma vonë, para se pranohet Manasi i Deçanit për shembull. Edhe unë e kam pa aty, ka shenu Kosovë me të hi atje poshtë për ato shtesat. Edhe Euleksi, kam pa një raport në vitin 2011, reagon, thot Kosova nifet si shteti pavarë, edhe du të mu heq kjo papashtesë. Unë po them se neve pse s'na ron nërmend me bë buj aty edhe me heq ato për atyshit, mos me qëndru si e tillë aty në UNESCO. Thonë reagimi është zero. E këtë qartë. Një diçka shumë e thjeshtë na duket neve në shiqim parë, po shumë do me thonë se nëse ndale me analizu vedijen tonë, se pse ka ndodhur kjo. E tash, këto zonat e veçanta, se bota është ligji për zonë për hoq, ligji për këto, ligji për këto, ligji për këto, ka fillu edhe perimetri, se në pak të sajt është mbrojt perimetri, po thot buffer zona parë mbrojt se zona dytë mbrojt se përcaktohen edhe ky monument do të mbrojt për shkak se janë vend në rrezik. Me manastirin e Deçanit është atak mbi historikun e trashëgiminë kulturore. More, jo vetëm, po në të gjitha. Edhe tash në bazë dokumentare, unë po të foli në bazë dokumenta për shembull për të manifestuar rrethë ndaj besimit tjetër, ndaj serbëve, thjesht për të konservuar, për të ruajtur një trashëgimi kulturore tonën të Kosovës. Unë e tham kështu shpesh herë. Religionet monoteiste abrahamike janë të njëjta. Bazën e kanë të dhjata vjetër. I shtohet Izusi edhe shtohet Muhameti në fund të Islamit. Çfarë dallimi kanë tjetër? Dallim kozmetik. Janë besime monoteiste që kanë linë abrahamike. Nuk ka këtu çka me shtu as me mungu. Në Kosovë, unë mund pengon shumë fjala kur e përdorim fjalën ka pas Kosovë tolerancë fetare. O njerëz, nuk përmendet fjala tolerancë, po fjala bashkëjetesë fetare. Se pe fjalës tolerare po të lejoj me bë. Nuk është se na i kemi leju me bë atë, po kemi bashkëjetuar me ta. Unë e di për shembull nga vi njëri vëlla katolik tjetri musliman. Para 10 vjetëve ka vdek njëri në Grabanica e Klinës. Njëri pikërisht Tahir Malota, Selim Malota, njëri katolik tjetri musliman, dy vëllazit. Aty nuk ka qenë për te një dy fshatra atje, ka dek para 10 vjetëve, det zeka me vllaun Nikull kanë jetu, njëri katolik tjetri musliman. Na kemi pas bashkëjetesë, koekzistencë, jo tolerancë, tolerancë është term shumë i ulët për bashkëjetesën tonë. Na i kemi dhënë shembull botës se si mund jetu, se kemi përjashtuar as elementin ortodoks neve. Pse e kemi pasi tonin. Edhe tash tjerë kanë përfituar pe bujarisë sonë që e kemi, duke na përvetësu trashëgimin, edhe heshtja jonë është bërë sidomos me ardhin e Perandërisë Osmane, tash edhe me kalimin si vasal. Pyetjen e kom te Perandoria Osmane që vje fillim shekullit 15, para se të nisë në mbas shekullit 15. E tutje. Dallimi i Perandorisë Osmane me Perandorinë bizantine dhe atë romake. Komuniteti nëse më da them ardhnorët në këtë territori lirik gjeografikisht. Ju tha që nuk janë cënuar të drejtat e tyre në pikpamje të trashëgimisë të identitetit të etnisë. Për shqiptarëve asnjëherë, për arbrove asnjëherë. Jo, nga ona e Perandorisë romake, e bizantine. Kështu më thatë, apo? Bizanti dhe Perandoria romake nuk i ka cënuar, thatë, të drejtat të trashëgimisë të identitetit të gjuhës. Jo. Po dallimi me Perandorinë Osmane, profesor. E tash këtu kisha me thonë që këtu po na lidhet. Se flasim për lloj të një perandori. Në 3 perandori si janë gjendur ardhnorët. Gjatë perandorisë romake ne s'fonol visil për elementit bazë. Çka kemi ne si trashëgimi për perandorisë romake? E kem Ulpianën, e kem
Harilaçin e kem ato me 10 lokalitete, rrugë shtrume, ekonomi të zhvillume, gjithçka tjetër e kem. Perandori Ramoka ka pas një koncept tjetër, se ajo ka qenë konglomerat. Vërçaku një zbulimi. Po, jam me 10, nuk po i përmend krejt. Ka qenë konglomerat popullsh dhe si e tillë. Parulla kryesore të ne ka qenë, ne po shkojmë me përhap kulturën e civilizimit të vendet pa civilizuar. Domethënë pretekst për më sulmu, për më pushtu. Po kur kanë mbri këtu, ka gjetë civilizim, apo? Ka gjetë civilizim, edhe civilizim të jashtëzakonshëm. Neve, për shembull, nëse më lejoni me tërheq këtë paralelizmin, Oktavian Augusti në Apolloni e kryen shkollën. Perandori më i madh gjitha kohave, Rëmak që ka themelu Perandori Rëmak. Ka kryer shkollë në Apolloni. Do thonë, filozofia, djebi filozofisë, që lindet pe epikurizmit, stoicizmit, të pikë rrymë të tjera filozofike, është vatër e piri atje, është Greqia, që neve jemi ata që e kemi pasat kulturë, Dodona, gjitha këto, orakujt, gjitha këto janë pjesë e identitetit tonë kulturor. Kur ka ardhur Perandori Rëmake, duhet me përmend prapë edhe një thënie tjetër, që thotë Roma e pushtoi thot Greqinë me ushtri, po Greqia pushtoi me kulturë Romën. Ajo kulturë instalohet këne, edhe kultura jonë ilire, po të njëjtin rast. Në esencë ka qenë kultura bizantuse. Bizantuse që kanë bizantnuar edhe të ta ndej. Edhe tash kjo është ajo që unë e tham vazhdimisht, kjo është një dallim i madh kur të ban. E këtu janë dy gjona që kur vjen një perandori tjetër, jo e krishter, se tash këtu ka edhe kontekste, paramendo ka herë unë trishtohem kur e ni krishterimin e pas ka pru me zër perandoria romake të ilirët. Unë i tham, aty ka qenë sistemi politist. Kush e ka kundërshtu? Monoteist të krishterët e parë, jenë martirizu. Po ata kanë qenë kundërshtuar më të madh. Një në shkaqet kryesore të shembjes perandorisë romake, sipas studiuesve më të mëdhenj të kohës, është pikërisht përhapja e krishterimit. Sakt. Edhe neve paramendo e marrim edhe bëjmë kësi digresioni shumë pa qëllum, e këto pe i marrin kundër argument edhe të tjerët me na sulmu neve pe mosdijes tonë. Kur vjen perandoria bizantine ka pas sfida të mëdha. Është koha e dyndje barbare e shumta. Është koha kur edhe vendet arabe unifikohen edhe sulmojnë për gjitha anëve. Është koha kur në Bizant ndodhin ndryshime të mëdha. Edhe Bizanti e koni pafuqishëm thjesht me ushtru ndikimin që e fola unë më herët të plot, edhe mos me mujt ngrit këto formacione të tjera që janë ngrit brenda perandorisë bizantine. Është paradoksale me thonë. Dhe mbas është bërë kompromisi me slavët që të vendosin te Danubi aty për të mbrojtur. Është bë Danub, pa ata kanë lënë për para rojit të sulmit të slavëve, ajo shekulli 7, kur ajo ka qenë para roj për më i vendos përfundimisht. Kjo periudha po them profesor. Absolut. Mirë po, deri në vitin 626 gjuhë zyrtare ka qenë gjuhë latine, nga viti 626 shekulli 7. Gjuhë parë zyrtare. A kemi në Kosovë profesionistë të latinishtës? Ma fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht jo. Unë për veti lexoj latinisht, edhe mendim fjalori për kthej, edhe ato edhe e kuptoj, po nuk jam latinist, se nuk i njeh derivatet e latinishtës. Fatkeqësisht nuk ka. As institutet tona asnjë nuk kanë, institute shkencore. As akademia asnjë, jena këtë të përjashtuar për kësaj. Edhe kjo është një mjet shumë e madhe për me ndërtu që të shtyllën kurrizore. Strukturën e argumentit, po. Absolut. Po. Edhe nga kjo kohë nuk kemi më perandor me origjinë lire deri te Ana Komnena në shekullin 12, në fillim shekullit 12. Asnjëherë. Vjen dinastia maqedonase, dinastia heraklite, dinasti tjera, edhe aty dominon tash Greqia, për shkak se strukturë më organizuar me poshtë, imponohet edhe në Greqi e imponon gjuhën greke si gjuhë kulture, gjuhë dijes, për shkak se ka një bagazh më të hershëm të civilizimit grek, e cila është bërë me lehtësi, edhe ka qenë dy arsye. Arsyeja e parë është që këta kanë deshur me ik pe dominimit të Romës kënej perandorisë romake, e cila fatkeqësisht pe invadohet pe frankëve, longobardëve, vizigotëve të tjerë, edhe desat këndellët kalojnë disa shekuj. Po prapë nuk ndellet, se aty në fillim shekullit 19 një herë kem prapë inkuzicionin, i cili është prapë nën kthehet atë saj, edhe kjo nënë tjetër përfiton. E ta shqiptarët janë mes lindjes së perëndimit. Janë me dy zjarreve. Ka kanë shku janë djeg dhe odesht me siguru një mburoj. Që kjo mburoj është siguru gjithmonë duke ik, duke pas tregti zhvilluar me të madhe, edhe
ajo i kanë bëjë gjallë, se përndryshe Po dalja në det, nga është koridori Vuçak që është bërë zbulimi profesor aty tani arkeologjik. Është identifiku koridori, rruga ka lëvizur nga atje për dal në det këto në Greqinë. Është masë e vërtet se tash duhet me njoh mirë gjeologjinë, të kaluamën gjeologjike Po tokës. flasun me eksperticën që kanë bërë. Po, është e vërtet që për shembull thuhet edhe Lezhë, kompleta e Lezhë ka qenë në ujë në atë kohë, se deti ka lëviz çdo herë. Liçenin kemi pas shumë më shumë. Edhe shpesh herë në sezoni kam përcjell dhe në itinerar që e kam pas sot tim magjistraturës atje duke po 40 itinerarëve nëpër Dardani këtu. Korridorët e lëvizjes. Po. Shkon për shembull në aty te Studenica, Fostonska Studenica që quajnë. Janë 3 planimetri të kishave latine aty prezent. 2 planimetri të kishave latine i ke edhe në manastir të Patrikones. I ke në themelet thot të manastirit të Graçanicës, për një kish paleokristiane, këto thot Ralph Hodinot, thot Zdravković e thonë të tjerë, i qat planimetrit, thot është ndërtu kjo. Bile ka dokumente mesjetare nga viti 1305, thot ju lutem, papati i qenë letër, autoritetet vendore këtu i lëni njerëzit shkojnë të kryjnë shërbesat fetare në kishën e tyre. Kjo është dokumenti pa diskutueshëm e cila flet. Nëse shkojnë te Graçanica, ju e shihni këtë stellat edhe gurtërmak të Ulpionës janë marrë në mure, në aneks se oshtu, edhe ishini në për themelin e për këtë mbishkrime latine që kanë vetë aty. Përveç më shumë, ka dokumenta thot Arbanash Kavera që përmendet besimi Arbanas, ku në mungesë të përfshirëve, ata vetë përmendin kronikat serbe që kanë qenë shqiptarë të mesh. Arbanash Jezik në Shqip. Pse ka ditë kisha aty nëse po dallimi me Perandurin. E tash me Perandurin. Po them se s'kan qenë mbretëria Osmane në atë kohë. Po, e tash te Peranduria Osmane. Peranduria Osmane i ka 2 veti të jashtëzakonshme që kanë ndryshuar pikë këtyne. Si u sill me slavët dhe me shqiptarët. Pushteti i tyne ka qenë i drejtuar te sultani, sultani ka qenë zot. Zëvendës si zotit në tokë. Edhe bindja ka qenë shumë e madhe. Sistemi i tyne i administratës tyne ka qenë i organizuar mirë, cilat këtë linjat i ka qenë qendër. Ka qenë i organizuar ushtarakisht, edhe nëse sultani ka dhënë urdhër, për shembull, shumë thjesht, nëse sultani ka dhënë urdhër mi mbledh ushtrinë mërna 3 ditëve, ata mërna 2 ditëve janë mbledh për musulmu. Kurse nëse një aleoncë këne evropiane, ju ka dosht me mujt ton, mi thirr këtë princat e piqoj 10 ushtarë se piqoj 100. S'kan mujt kur më koordinuar këta. Kjo ka qenë përparësia të në ushtarake që ka bë këne. Po me nënshtrimin e slavëve ndaj Perandurisë këtu edhe me selin e ortodoksisë botnore që ja ka mundsu vetë sultani në kohën e sultanëve më të mëdhej, edhe të Sulemanit edhe krejt selia prap ka vazhduar me qenë. E trekonshi Stamboll, Moskë, Beograd ka funksionuar jashtëzakonisht mirë edhe në këta shekuj shumë delikat për neve që i kanë coptuar delikat. Edhe këtash, që kjo avantazhi i Perandurisë Osmane se këta kanë qenë vasal, kanë qenë në shërbim. Vetë fakti e përmendën betejën e dytë të Kosovës. Kjo e ka tratu Brankoviçi. Papati e ka ftu Janosh Hunjadin edhe Skënderbeun, e ka ditë shumë mirë afinitetin që e ka të trupa lëvizës së Skënderbeut, që nuk i duhet kalërsi e ranë Hunjadit. E ka pengu për me shku, Gjergj Brankoviçi e ka tratu. A dini lidhjen Gjergj Brankoviçi me sugjerimin e papatit, e vajzën e vet e ka feju me djalë Brankoviçit, e ka ditë që e tradhton, thotë bëj lidhje kryshëziun me ta, e ky nuk më tradhton. Po natën e parë kanë vrarë 11.000 ushtar. Skënderbeun e kanë vënë një ditë e gjys, ka mujt me mri te betejë e dytë e Kosovës, për ndryshe epilogu kish më qenë krejt tjetër. Po t'ishte Skënderbeu këtu në Kosovë, mbase sipas jush, historianëve tjerë do të merrnin trajektore këtë tjetër. Për shkak se teknikat e tina të një lufte guerile të shpejt, si specializuar, si një strateg i jashtëzakonshëm Skënderbeu, e kish bot pamundun avancimin e trupave osmane këtu dhe kish më ndryshuar këtë gjendja. Po kjo Perandori Osmane në fillim i ka 2 elemente. Elementi i parë, na veç po nalim për folim një 2 elemente që janë shumë të rëndësishme. Takspoll, për shembull gjizja taksa. Si i kishter, ti ki mujt me qenë i kishter. E ki pas takspoll taksën normale që e ka pagu një islam, besim musliman. Mirë po, e ki pas gjizjen speciale që e ki pagu për religjen. Ajo ka variu për 1 deri në 14 herë më shumë
Ka mujtë me të ushtu. Ishin këto familjet aristokrate që pranuan së pari besimin. Ne muj me thonë, edhe nuk mundë me thonë me saksi. Për shembull, nëse nalem me pa edhe familjen e Balshajve, kanë qenë herë ortodoks, herë katolik, herë për me kalu krizën, janë deklaruar se edhe na bëhen muslimanë këtej, po ja ka qenë pjesë e politikës, cilët kanë jo mundu mi largu dhe me mbjetu so kanë mundur. Andej. Po mirë po, faza parë e përhapjes së Perandërisë Osmane ka qenë më liberale. Çdo perandëri në botë, kur është në ekspansion, nuk janë në misi. Kështu me ble një herë, me mito, kështu me ble me joshi, kështu me ble gjithçka, edhe kështu ka ndodhur faza parë. Faza dytë e Perandërisë Osmane, kur është ndesh drejt për drejt Karamahmut Pasha në Vjenë, e tutje, kur e ka pa që këtu janë ëndra se Perandëria Osmane s'ka mundësi mu zgjeru, atëherë fillon dhuna ndaj të krishterëve, ka desh me islamizu të gjithë. Që e ka pa tash Austro-Hungaria, për të kësaj që vjen. Këto profesor? Po ka fakte qysha, fakte të mjaftueshme, tash ne po ndolim të gjizja. Edhe që përmendim në rast 1846, 1848, e kemi atë dyndjen e madhe të martirëve të Karadakut atje. Për 5000 vjet, për 6000 vjet ata kthehen 600. Vetë se nuk pranojnë për musliman. Me ndrufen. Me thonë, e kush është Gjinulli, Pash, Ioni atje, që ku janë kthy edhe mazia ka shtrëngu mosat për me pas të pamundshme me mbijetu aty. E këtu tash fillon konvertimi i madh. Që ky e konvertimi i madh. Këto e kanë nxit Serbia shumë. Po folim tash edhe në fillim të shekullit 20, se kjo ka vazhduar aty pe gjontorisë, domethënë një shekull e gjys, 2 shekuj nuk janë këtë. Në këtë mënyrë, në këtë mënyrë ishte projektuar nga Serbia. Absolut. Nga Serbia, Rusia, pikërisht të implantohet virusi i përçarjes me absolut, edhe ka ndodhur më bë aty. Na mjafton me përmend këtu tash një rast për përmendit kjo fushata e Lazarevicit dhe Janko Vukuticit, të dy Molizi në vitin 1913 atëherë. Paramendo pa përjashtim. Qoftë katolik, qoftë musliman, të ka pagzu ortodoks me zër në manastirët e Deçanit dhe në Patrikon 5. E dim atë rastin me bazë dokumentare kur ka reagu Lazar Mjedasi i Peshk, i kam mbledh konsulatat të austro-hungareze, ruse, franceze, angleze, edhe çfarë ka ndodhur? E ka shpëtu dikun rreth 4000 njerëz që kanë pas mu masakru duke refuzu për mu bë të ortodoks. Pse? Ka desh me të mbru identitetin. Edhe tash, Serbia, këto e ka bë platformë. Me Naqetonin vitit 1844. Nuk është e rastësishme 1844 me Gallidea. 2 platformat mëdha në dëm të shqiptarëve për asimilimin e shqiptarëve në shqiptarëve. Si? Këto janë koordinu duke përdorur elementin fetar. Po, pikërisht elementin fetar. Pse? Na dim se lëvizja Suliote në 1821 atje janë pikërisht shqiptarë që kanë dhënë pavarësinë Greqisë. Të gjitha shtetet që ishin në kuadër të Perandërisë Osmane, po them, rajonet që u bën shtete, fituan pavarësinë, vetëm shqiptarët mbeten deri në vitin 1912. Domethënë, për shkak tash ka ndodhur një diçka shumë e madhe këtu. Politika cultus protectoratus e Rusisë, edhe ndikimi diplomatik i Rusisë në Ballkan. Si po trajtoheshin shqiptarët? Atëherë në kohën e sundimit Osman, në gjithë këtë relief gjeografik ton, populluar me, si po trajtoheshin si shqiptar apo si musliman, si turq? Këtu nëse e ke pyeti një shqiptar. A keni gjetur fakte për këtë? Fakte ka mjaft. Faktet flasin. A po trajtoheshin më, sepse është një periudhë më vëndshme nga koha e Titus, kur është mundsuar depërtimi i shqiptarëve në Turqi. Deshta dalë aty, se kjo ka filluar pak më herët. Me hartimin e institucioneve të platformave çfarosë ndaj shqiptarëve, këtu është bërë dhe kjo politika nacionale serbe dhe greke. Mu shkatrua elementi shqiptar. Edhe Shqipërinë kanë thonë dojnë përmes, pjesë tjera i asimilojmë këta dhe mbesin pasra dhe shtrëngohen neve. Tash çka ndodh këtu? Dobësimi i Perandërisë Osmane. Bile e shprehja metaforike çështë i smuri Bosforit, që mbahet për mbrojtje balancin këtej. Tash politika austro-hungareze Dragna Osten, depërtimin e lindje, edhe politika ruse dalja ndet, që e kanë pa ëndër deti këtej,
janë dy politike shtetet të madhe, fuqi më të mëdha aktualisht në këtë rajon. Ende shpresojnë të dalin rusët në ujëra të nxehta. Edhe gjithmonë na shohim rastin e Ukrainës është se tash në kohën e sotit po kthehet real politika. Nuk ka më soft politik, është real politika, i fortë i vendos. E paramendoni fatin e shqiptarëve në atë kohë, se çfarë potencë kanë pas me ndryshu fatin e vet përballë një forcë shumë të madhe. A mujnë na thot me ndryshu? Edhe në habitim këtu që po më duket veç ai Zoti na ka rujt që për ndryshe kishim asimilu, edhe sot e kësaj dite duke pasur veç një alat e kem një mik, edhe po mos me respektu ato vaj halli për neve. Ku do të gjejmë neve strehen? Kush do të na mbroj neve? Qysh do të më organizu? Këto janë pikpyetje shumë të lloja. Po që to mbetjet e perandorisë osmane, të cilat kanë filluar. Çka la perandoria osmane këtu? Po them. Këto kanala na po nalim pe shohim. La civilizim, la kulturë, la deformim, la mbolli farë përçarje. Tash fara e përçarjes devido i impera pero magve ka funksionuar të Bizantint, ka funksionuar edhe të Osman. Të Osman ka funksionuar shumë më shumë. Për shkak se është një fe e cila lind në shekullin 6. Edhe përhapën në shekullin 6 më të madhe. Koncepti i krishtërimit kënej, ndaja skizmatike të nej, lufta mes këtyne, i ka qu gjithmonë në taborin Osman, sidomos serbët, bullgarët dhe këta tjerë. Serbët e bullgarët i ka qu interesi se kanë desh me përfitu se ju kanë frigua ndej. 1504 të nënda krishtërimin atë ortodoks e katolik. Edhe po them, nuk të dy anët i kishin kauzat e veta, natyrisht. Po, pikërisht. Edhe për mbjell ato, por ju tha që të mjedis jonë ka ekzistuar një lloj civilizimi. Po, edhe para se të vinin romakët, para se të vinte Bizanti, domethënë kanë menduar se do të gjejnë diçka tjetër dhe kanë parë kredi diçka tjetër. Saqë Frandori Oktavio është edukimin në Apolloni. Në Apolloni. Tash, është fakti mjaftueshëm për pa nivelin e civilizimit çfarë kanë qenë, pa më parasysh çfarë shkolla kanë qenë. Çka na lanë Bizanti, romakët e turqit. Tash të turqit, nëse nalim me po të zhvillimi ekonomik, është një stagnim i zhvillimit ekonomik. Nuk ka një impakt ekonomik i cili din me na veçu neve në zhvillimin e qyteteve dhe këto tjera, për shkak se zejet kryesore zanatet kanë qenë këto. Gjithmonë përfitimi ka shkuar te perandoria osmane. Arkitektura e kur folim për arkitekturë, tash më i mundon këto pikërisht te xhamit me kube, xhamit pa kube. Unë kam qenë histori gjithë asaj, gjithherë me kriju një kategori arti islam shqiptar, për më mujtë më mbrojt të xhami. Ka ndërhytika, si që dini, edhe këtë elementet tradicionale që i kanë pas shkolla mjake, shkolla dibrane, që i kanë ndërtu gjitha këto, janë shkathru, edhe i ka dhonë këtë epitet tjetër. E kjo është fatkesi, sot kur i shoh, nuk ka kur gjo identitare tonë na që e kemi lënë të xhamia. Edhe tash në fushën tjetër edhe te këtu, neve dallojnë, për shembull kulla është ajo që ka mbet emblem e mos ndryshimit. Kullat janë ndërtu edhe në Dukaçin në Dukaçin janë më shumë të theksuar. Po, rujtën deri dikon se shumica janë shkatruar, po prapë kanë mbet gjallë. Kanë mbet gjallë. Dukaçini e run e ka të konservuar më shumë këtë traditën. Po duhet të thonë se kulla ndryshon, varion pi një vend në vend. Kulla si fortifikat është më rezistent, ta them drejtën, edhe ndaj implantimit të rrymave të ndryshme. Edhe aktualisht reagimi i tyre është për dallim prej rajoneve tjera. Më drejt për drejt. Edhe kjo vjen si rezultat, ju e përmend më herët, linja ortodokse edhe linja katolike kënej që ka dominuar te rrafshi i Kosovës kënej. Manasi i Devishit për shembull, ku ju kanë ndërtuar aty nëse s'ka pas ortodoks? Ku ju ka ndërtu një kishë katolike në shekullin 9 e në shekullin 8-9 që i ka kapacitet 1000 veta, nuk ju ka ndërtu rëmakve, se rëmak s'kanë ardhë mesh aty, po kanë ardhë që ke popullat vendore. Edhe kjo kontinuiteti kishtë, bile më pa thonë Aleksandr Sipqević, që është ilologu më i mirë, tha ju duhet me pas kujdes shumë në kontinuitetin kishtare, se i vetmi element i pakontestueshëm që provon se ti ke qenë në vazhdimsi, fatmirësisht është elementi katolik. Thotë edhe mbani ju ato. Deri sa vjen perandoria osmane tutje, po mbahet që ky Kapërcylli
ku kalojmë neve çdo fazat antik mesjet, edhe pe mesjetës të hershme në mesjet vonë, është shumë i rëndësishëm neve për me rekonstruu prap historinë tonë, identitetin tonë përmes dëshmive shkencore. Janë dëshmit, duhet më morë me to. Tash një numër i madh janë ende në kërkim e sipër. Profesor, jeni aty, çka duhet me bëj me bot dokument? Duhet një holumtim unë e përmenda. A duhet të mobilizu me akademi, duhet me pas prioritet këta politikan. Pikërisht. Edhe Ministria, qeveria, jo veç akomodimin në pozita pushteti aty. Pikërisht. Kjo është, unë e them, nëse nuk bëhet një ristrukturim aty, çush e shoh unë. Mundohet departamentet, për shembull me shku, do të me shku me vjel pjesë më të madhe dokumentacionit ku e dim që ka, edhe ku e dim që nuk ka. Na mujë me gjetë, për shembull, ka studios këtu që e gjon në Armeni dokumentacion për historinë tonë për shembull më shumë se sa me gjetë në Sponjë apo dikun tjetër. Edhe çuditë pe ka erdhë kë. Me thonë ende nuk e identifiku mas pari ato burimet kryesore arkivore të cilat lidhen me historinë tonë, ku gjenden më shumë. Përparësisht dhe ku nuk ke, çka kem dhe çka nuk kem, po. Arkivi Dubrovnikut ofron jashtëzakonisht dokumente të mëdha. Ti ke pasur çaste në to? Kam pas çaste, kam hulumtuar një kohë gjatë, edhe në Francë, edhe në Itali, edhe kudo tjetër kam qenë. Puna është kështu, që neve pa njohur funksionin e gjuhës klasike. E kemi një problem tjetër, te problemi toponomastik në përgjithësi. Nëse ne kemi një toponim që do në shekullin 4, ne nuk e dim shekullin 4 është të fol për një kishë, për një raport kishtar, dy përshëve që folin, ndoshta të fol për vendin tim. So në Grabanic, për shembull, vi për fshatin Grabanic, unë rrojën e kam nxjerr për mbretit Grab. Mbreti Grab ka qenë në mbretit Dardan më të njoftën. Për bazës Grab ku ka Grab, lidhja sipas meje është kjo. Sipas toponimit. Po unë kam has, për shembull, dokument përmendet këtu e lypi kërkon nuk e gjej. Për shkak se ka ndryshuar toponimia ilire, kur lypet rronja fjalëve toponomisë, toponimia romake kur vjen latine ndryshon, toponimia bizantine që ndryshon, toponimia slave që bën ndryshime të mëdha. Po këtu jam të thonë, këtu do të më kriju në mënyrë imediate departamente mi specializu këto profile, në mënyrë që na me mujt me ndërtu superstrukturën e bazës dokumentare, hulumtimi edhe për me u ndriçu çdo segment. Nuk është që nuk është bo, por nuk është bo mjaftueshëm, sidomos kur kena krizë me bisedime, kjo është mas e domosdoshme. Që zbarkoni kudo në kryeqendra botërore me komunikim me media, me homolog tuaj për ta bë shumë të madhe këtë punë. Ishte dashur kjo si më thon, rindërtoni rrëfimin që të sulmuan nga sllavat, ta rindërtoni komplet historinë. Ka enigma shumë, edhe është shumë e vështirë me mujt me përmbledh qoftë në mënyrë telegrafike një periudhë kaq gjatë historike brenda pak minuta, unë e quaj pak minuta ato për shkak se kjo ka jashtëzakonisht shumë. Unë mundohem në mënyrë telegrafike mi lidh vegzat thjesht të zhvillimit historik edhe kulturor edhe si janë ndodhur shqiptarët, po them ardhnorët në këtë relief gjeografik përballë sundimit romak, bizantit dhe turqve. Kjo ishte tema e madhe dhe çka na kanë mbet, sa kena rezistuar me konservu me rujt trashëgimin tonë ardhnore. I përmend Arbresh në Itali, në Sicili e Kalabri që vajt më thënë. Janë shembull se si duhet me dasht kombin tënë e si duhet me ndi veten shqiptar. Unë nëse më lejon po ta them një rast që e kam pas me Belushin në vitin 2018 një konferencë në Sina në Zvicër, edhe dikush boqu ka bëu pyetje për shikuesve mos i mbarum, meqense se nona Skënderbeu thotë slave a ka luftuar për serbët apo për shqiptarët, thotë Skënderbeu. Shqiptari dhe me ta bëu këtë pyetje. Kjo është më e mjaftueshme. Edhe me çfarë elokuencë i përgjigjet Antonio Belushi. Tha, neve jemi skipetar për arsye se ne kemi lind me Kong Skënderbeut, jemi martu me Kong Skënderbeut, edhe të varë jemi përcjell me Kong Skënderbeut. Meqense është përfitoi vdekjes sa, më lejoni ju lutem, ta këndoj atë këngë që ja kemi kënu Skënderbeut kur e kemi varros. Edhe kthehet, edhe ka një bust aty, dhe fotografia, edhe nis e këndon atë këngën I përjetësëm qoftë kujtimi I ti.
e përsërit 3 herë. Bile emocionet të tilla asnjëherë në jetë nuk ka mujt me përjetu, kur e ka përsërit herën e parë, herën e dytë e ka ngritë tonë, herën e tretë as kam dëgju as Domingo, as Pavarot, as kush që e ka zoni më të mirë që e foli me fund zemrës. Edhe neve një pjesë e madhe nuk mundeshim bëjt lot. Se ndishim veten të prekur shumë. Që në dy rajonet Kjo tema në Sicili dhe në Kalabri. Kjo është shembull tipik ku duhet me marr model na me thon identiteti jonë si krijohet, edhe identiteti si është rujt, identiteti jonë si duhet mu bartë të gjenerat të tjera, që është shumë rëndësishme bartja tash, sidomos në rrjedhët e globalizmit, cilën po shkojnë shacat tonë, piquj kështu më fal me këtë termin general që i përmendim, thot i nish albanisht nuk jam shqiptar në sot. Rrin 5-6 vjet, 10 vjet, nuk du më kthyer në Kosovë, du më jetë atje. Më thonë, këto është një problem i madh se duhet shoqëria jonë përmend diku. Rreziku i jonë nëse mund të flasim për... Po, nëse flasim për rrezik, unë tham që identitetin kulturor, fusha e edukimit është kas. Ka sot ndikim me shumë mësuesi, arsimtari, profesori, apo një klerik fetar? Një klerik fetar, pse ka ma shumë njerëz. Nuk po merret parasysh profesori. Pse? Dikur duhet jetë faje. Po faja është të profesori, faja është të sistemi, faja është ka shumë faje. Jo për të mos vlerësuar klerikun, por punët në shtetet laik janë të ndara. Të ndara, po shtet të ndarë. Po shtet të ndarë. Po ndëgjum sot rrëfime për Skënderbeun, ditëlindja e cilit këtij heroi të madh është me 6 maj. Pas pak ditësh. Shet që rrjetet sociale mund gjymojnë edhe nga komentet e një midisi të moçalt kulturor, kënetave, duke bë lloj pyetje budallaqe, lloj komente negative për Nën Terezë, që tha është duket se rezultati një shkolle interpretimi në rrjetet sociale që rënit i ka nga lindja atje. Dhe unë nuk e them vetë nga lindja. Vetë ta kujtojmë një sen. Beogradi kur ndan buxhetin për Serbinë, 1 miliard euro në vetë ndan për propagandë. Ai 1 miliard një pjesë e madhe vjen te na. Ju keni pa atë raportin e bie serbe, cilën e ka thonë. Atë kjo situatë. Shumë është. Për shkak se nëse neve e vujmë identitetin tonë në Terezë ta zëm ose apo tash pikëlluese. Tash jo pikëlluese. Nëse neve në Nën Terezë, tash është Shën Tereza, pe njohim vetëm si Nën Terezë. Nën i kanë thonë edhe arabt, i kanë thonë edhe indiant, i kanë thonë edhe kinezët, i kanë thonë afrikant, i kanë thonë këtë popujt e botës. E ti peshon nënën tonë. 2 herë më shumë. Pse është bie jona, e cila kontributi i saj është i jashtëzakonshëm. Nuk mundet asnjë personalitet politik me u barazu edhe mendimin politike që i ka thonë Kosovës. Ka thonë Bill Clinton, ka thonë populli shqiptar i Kosovës ka mjaft që e ka Nën Terezë. Taksativisht. Çka duhet më shumë për me na kthjell neve edhe për me kuptu neve këtë mesazh. Çka duhet më shumë neve kur tjerët kanë kriju mit edhe kanë marrë shembull Skënderbeun në Evropë, mbretëritë e përçame të Evropës. Duhet me kujtu Bashkimi Politik i Italisë 1871 me Giuseppe Mazzini Garibaldi, Bashkimi Politik i Gjermanisë me Otto von Bismarck. Duhet me kuptu gjithë këta tjerë kanë ndodhur vonë në shekullin 19. Mas gjysmës 2 shekullit 19. Merrem me mend kanë kriju duke marrë shembull Skënderbeut. Po të qëllon të Skënderbeut në betejën e Kosovës, ndryshe do të më kisha më thonë se unë bashkë që e përmendem këtë është një projekt i propozuar, aty po ende kam jetë letër kështu, nuk kam mujt me u realizu. Për betejën e dytë të Kosovës, unë e pa ta shkruaj një cop projekt, e pa të drejtuar te Instituti Arkeologjik, Instituti Arkeologjik kërkoi se morën vesh me hungarezët, ata me financu 50% me gjetë mbjetët mortore të betejës të Kosovës, aty mund ndërtu një qendër memoriale, mund ndërtu një monument i madh kushtuar betejës të Kosovës. Vilën simbolike e vitit 1448 është edhe me shkru 1448 në alt. Unë e kam propozuar me shkru si mauzoleu oktagonal, për shkak se 8 popujt që kanë marrë pjesë aty, edhe polakët, edhe rumunët, edhe shqiptarët, edhe këta 8 bën me këta tjerë.
edhe me shkru një legjendë aty, Naturisht. për me drejtu para botës, me thonë neve kemi qenë protektorë civilizimit europian. Skënderbeu që e përmene, fatkeqësisht vdekja Papapiu II ka bo që kjo ka pas, edhe ka mos një atlet të dikri që më konë komandant kryesor i forcave të krishtera anti-osmane që ka pas në fronti madh më bo. Vdekja papës e ka pamundsu edhe organizimin e ne edhe në kryet saj më vu Skënderbeu. Skënderbeu i jonë ka luftu me një superfuqi të kohës. Edhe për 25 vjet ka qenë fitimtar. Skënderbeu i jonë është edhe filozof, është sociolog, është vizionar, është strateg. Unë e them shpesh herë simbolikisht Skënderbeu duhet me zbrit pikalit. Se Skënderbeu mas pakti ka në kali. Ka menu me kokë, ka menu me filozofi. Vetë fakti që në këtë elemente shtetëformuese, shteti Skënderbeu të ka. Gjuhë shkru me gjuhë folën, gardë pretoriane edhe për realitetin e sotëm. Për bashkëm dhe për unitet. Rrëfimi i thuprave mu po mduket shumë e ulët ajo me përmend ditë rrëfimin e thuprave. Po pse është me rëndësi? Po fatkeqësisht po duhet më rikthy prap te thuprat. Atje po ne po them thuprën jo me dhomën asy, po me na dhon kres një herë mirë. Edhe për me na kthjell pak e mos me pas nevojë na më provu me thuprat hiç, për me kuptuar tamam vlerën e saj. Çu bëu që serbët në Tiranë të dhënshme e fundit ta përvesojnë trashëgimin ton kulturore, identitare tonën. Këtu është një lëshim i joni. Çfarë përgjigje mund t'i japim nesër nxënësve? Pikërisht. Brezave. Pikërisht. Nëse thonë se kemi qenë me këto pus të trashëgimisë, si jemi sot, si u bo me u përvecua? Unë rastësisht e takova vitin e kaluar një profesor këtu, tash jeton në Kanada, bile kam të thirr në mision për me pa, ai ku është kjo kisha në rrugë për Gërmi, e kisha ortodokse që është aty, e ka shtëpinë sipër andej, edhe po më tregon, sa herë vinin, shqiptarët, familja Tanjefi dhe ka qenë një 10-11 shtëpi kanë qenë ortodoks. Ne kemi pas 5-10 ortodoks në Prishtinë. Për mua shumë shqetësues se pse humb elementi ortodoks. Pse mos e pranu elementin ortodoks dhe divizia atje se kanë qenë shqiptar. Pse mos e pranu dëçanëve që pranojnë ka fshatra të tillë dinë krejt që kanë qenë ortodokse. Nuk e mohojnë ata asnjëherë. Edhe po vazhdojmë për shkak manastirit pesë o kon aty se jo për diçka tjetër. Edhe tash që agitacioni serbe ka të vetën. Pse ka botë vetën tash po tregoj. Sepse s'ka punuar ona jonë. Po janë dy elemente këtu. Sistemi komunist ka desh me shërnjos fen edhe sidomos identitetin shqiptarëve. Përmes fesë mas lehtë ka pas me manevru përmes bashkisë islame, që ka pas ai Dominik i pas bashkinë islame se i pas Kosovë po Beogradit, ai ka dhënë urdhë vazhdimisht. E çdo gjë po përmes tyne. Shkollimi i hoxhëve të parë një njohur me ato gjeneratat që njohin traditë popullore, që kanë kryer shkolla në vend të tërësisë. Kanë me influencë, i rekrutojnë. Absolut. Edhe tash mu qoftë prifti, qoftë hoxha, qoftë cili do qoftë. Nuk e mban vinë kombëtare, për mua është i humbur. O letrina atje klereket vetar, le të organizojnë lutje atje. Edhe te kisha katolike. Nëse nalem me menu Gjerfishten, nëse nalem Shtefën Gjeqovin, nëse nalim këto fytyra që kanë qenë vertikale e identitetit kombëtar tonën, e kur e shoh aktivitetin sot tyne le për të dëshiruar. E tash e përmend edhe Fanolin. Libri i për Skënderbeu, doktoratura për Skënderbeu është e mrekullueshme, vonë është përkthy. Unë kam pas para 15 vjet. Amanet thon klerikët shqiptar ortodoks që ka lënë edhe historianë dhe filozof që ta kemi një kishë ortodokse shqiptare në Kosovë, Fanoli. Edhe ata më ne duhet me plotësu. Unë tash po ta lidhim me një gjë se është shumë e rëndësishme për me njoftë edhe për opinionin. Veprimi i Abazovicit para 2-3 vite që isha atje, për me hub autocefalin e Molidzi, edhe për me kalu sufragani Beogradit, metropoli Beogradit, edhe veprimi tjetër i radhës se kisha maqedonase e humb autocefalin, bëhet prap sufragan vartës i Beogradit për një flet shumë. Mungesa kishës ortodokse, se vitin 99 ne kishë ortodokse shqiptare humb autocefalin. E kjo është pika më markante e jona, e cila nuk ka tash mbështetje, se po të kishte pasur mbështetje, kisha ortodokse kishte më u ngjall shumë më shpejt. Tash nëse kisha ortodokse u bë. Tash duhet të bëjmë politikanët. Nuk ishte asnjëri në inaugurim. Nuk ishte asnjëri prej tyre në inaugurim.
duke që ka një ndrojtje, një frikë të gjithë komunitetet, të elitat. Po pikërisht ky politizimi që o bë edhe frika për politizimit. Unë nuk them që duhet me pas frikë, duhet me dal përballë çdo fenomeni që ndodh, jo vetëm politika që është obligative, për shkak se e ka mision ata për me mbajt, jo vetëm qeveria apo edhe populli. E populli çdo herë, shpesh herë, që është shpreha vjetër. Ju e keni marrë, ju keni me marrë prapë. Mësë fatkeqësisht po na përsëritet fati gjatë historisë, po që ky ortodoksia, bashkia ortodokse, po te kishim pas tash neve kishën autoqefale shqiptare, kjo na ju kishim përgjigj kishës autoqefale shqiptare. Ku i kemi u përgjigj tash ti, se kishë ortodokse e Kosovës tash. Ku i përgjigjesh? Sufragani kujt do të më thënë. E këtu dalin probleme politike tjera, të cilat janë shumë të ndihshme. Po të ishte kisha ortodokse shqiptare në Kosovë të funksionon të mirëfilli, si do të përballej Serbia me përvesimin e dhunshëm të trashëgimisë? Kish me pas të pamundshëm. Vetë fakti, i viti, na e kujtojmë marsin e 2004. Po. Marsi i 2004 ka qenë një skenim. Pse ju dash shqiptarëve me prit 4 vjet? Ama në Lëfosën ka qenë 99 kur ka dalë për luftë ai për me djeg nëse ka pas qëllim me djeg, apo në 2004. Krejt agenturat që kanë qenë këtu në shërbim e kanë bë ato për me prolongu shtetësinë e Kosovës. U prolongu veç, u futën këtu në UNESCO, domi 2, domi 3, këto pengesa tjera gjatë rrugës që i bën. E 4ta, ne e quajmë lejonit të quaj këtë dhëçën kajmak që e kemi ne që është bë problem politik. Këtë komplet është prania kishës ortodokse, se neve kemi qenë në gjendje me mbrojt. Thuhin ata, po na kemi mbrojt gjatë shekreve. Ajo djegje nuk është bë për shqiptarëve. Ato që bën gjatë shekreve, e rënuan me... Nuk e kanë rënuar shqiptarët ata, jam shumë i bindur. Jo, e rënuan po them me ligje. E ligjet po, e ligjet e përmenda më herët. Këto është shumë problem. Ka shputje për pak të saktisoj për ligjin për zonat veçanta për ato. Edhe këtu tash do të më rregullu, ose më kriju thjesht një komision bre, edhe me marr mu ul ose ju thirrni. A ju ka thirr profesor Najkosh në politika për trashëgimi apo? Valla, ja. S'ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, biles kur po të arë për i Romës, po të një konferencë, po të mbrojt trashëgimin kulturor të Kosovës. Kam qenë unë me Florinë Jelub në profesoreshën, na ftoi Pola Kroate, debat me Polën Serba atje në Sapienc, ka pa ndodhur një përplasje shumë e madhe. Unë kam pasur mbrojtje të trashëgimit kulturor kundër manipulimit historik. Edhe për nxjerrje fakte për Palosi në slajde, i pata diku rreth 3 slajde. E pritën shumë mirë ata. E di kur ka reagu ambasadori serb, u bë problem politik atje. Ke ambasadori i Kosovës atë? Po. Alma ka qenë, po. Ka reagu Alma. Edhe si më kujtohet si sot, anko ju volem jo parole, edhe unë tha du fjallën teme, ti s'ki drejt me fol, ka reagu shumë ashpër, më ka pëlqyer shumë, jashtëzakonisht të mose, po mirë po, debati që u zgju aty, ish drejtori Institutit për mbrojtje të monumenteve të Krasisë, Pola Kroate e kompletume, edhe mu afru, po më sa përgëzimi zotni, për atë parë tha, ju poshtë ju shqiptarë duke sulmu, tha. Ju sa veç po mbrojeni. Pse keni më mbrojt kur keni këtë argumente në dorë? Edhe neve po thamë edhe po i bajthirë edhe këto. Ne i kemi këtë argumente në dorë. Pse kemi nevojë mbrojt? Me sulmu. Në arsenal e kemi me argumente. Sidomos në fushën e trashëgimisë, se është shumë e ndihshme. A këtu duhet shumë punë. Është substrati i identitetit. Pikërisht. Edhe tash këto manipulimet që bëhen e politizimet e trashëgimisë, tash janë bërë pjesë përbërëse politikës. Edhe këto probleme që po i shohim na sot pikërisht janë pjesë e saj. Pse duhet me pas një dhëçë komplet atje të rezervume ku nuk ka bazë kushtetuese? Është bë ajo, po s'ka pas bazë, pse më bë ajo? Kur çdo të drejtë. Edhe askund në asnjë vend tjetër në Evropë nuk respektohen pakicat më shumë se më kushtetues në Kosovës. Asnjë vend tjetër. Profesor, falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve. Për kohën, mirëpres kontributin e miqve, kolegëve tuaj në këtë edicion të emisioneve të ardhshme, në edicionet e ardhshme, për të trajtuar të gjitha segmentet, dimensionet e karakterit historik, si ishte, si u mirë mbajt dhe ku jemi sot. Faleminderit edhe një herë.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.